Kryetari i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu i shoqëruar nga kryeministri Christian Miskoski, kreu i tetovës Bilal Kasami, ministra, deputet të zonës dhe qytetar lëshuan në përdorim rrugën e sapo ndërtuar Pallaticë Tetov. Sejdiu tha se janë duke punuar në çdo anë të Zhelinës, ndërsa me ndihmën e qeverisë, ai tha se po realizojnë projekte të rëndësishme dhe se Zhelina po njeh një transformim të ndjeshëm. Ky projekt përfshin 1500 metër gjatësi të rrugës, 5 metra gjërësi asfalt dhe deri në 6 metre së bashku me bankinat. 500 metër mur mbrojtës, si dhe një urë e gjatë prej 11 metrësh, e cila rrugë në total ka vlerën e 27 milion denar, nga cilat 20 milion denar i siguroi qeveria e Republikës Maqedonisë Veriut, ndërsa 7 milion denar janë kofinansim nga buxheti i komunës Zhelinës. Ndërkaq, kryeministri Christian Miskoski tha se qeveria do të investojë gjithkund në mënyrë të barabartë, ndërsa shtoi se do të vazhdojë me realizimin e projekteve infrastrukturore. Komuna e Zhelinës, siç njoftoi Miskoski, do të përfitojë më shumë se 3.4 milion euro nga buxheti shtetëror për realizimin e projekteve zhvillimore dhe infrastrukturore.